Përplasja mes Fjollës dhe Arditit, kur shgënjimi lind nga besimi i thyer në Big Brother Kosova, në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku marrëdhëniet ndërtohen në impresion, kamera dhe emocione të forta. Një nga momentet më të ndjera ishte përplasja mes Fjollës dhe shokut të saj, Arditit. Një debat që nuk nisi nga një keqkuptim i vogël, por nga një plag më e thellë. Fjalët e thëna në prime, Fjolla u përball drejt për drejt me Arditin, me zë të dridhur dhe emocione të përziera, duke e pyetur pse kishte folur keq për të në prime. Për të, kjo nuk ishte thjesht lojë apo strategji, ishte tradhti. Ajo e bëri të qartë se ndjenja e saj ndaj tij kishte qenë e sinqertë, e pastër dhe mbi të gjitha njerëzore. Unë të kam dashur shumë, ishte një nga fjalitë që u dëgjuan me peshë të rënë. Fjolla foli jo vetëm si banore, por si njëri që kishte besuar. Ajo theksoi se e kishte parë Arditin si vëlla, si dikë me të cilin ndihej e sigurt, e respektuar dhe e mbrojtur brenda shtëpisë. Pikërisht për këtë arsye, fjalët e tij në prime e kishin lënduar më shumë se çdo sulm nga dikush tjetër. Ajo shprehu qartë zhgënjimin e saj, duke i thënë se brenda shtëpisë ishte ndier si në shtëpinë e vet, e lirë të hajë, të pi, të jetoj pa maska, duke besuar se kishte përkrahjen e tij. Por kjo ndjesi sigurie u thye në momentin kur dëgjoi komentet e tij publike, që sipas saj e ulën dhe e vendosën në një dritë të padrejtë. Bëj çfarë të duash, u shpreh Fjolla mes emocionesh, duke treguar se ishte e lodhur nga justifikimet. Ajo e bëri të qartë se mund të përballoj lojën, por jo mungesën e respektit nga dikush që e kishte konsideruar të afërt. Për Fjollën, kufiri ishte i qartë. Arditi nuk kishte të drejtë të fliste keq për të, sidomos në një skenë publike si primei. Përplasja nuk ishte e zhurmshme në formë, por e rëndë në përmbajtje. Ishte një debat i ndërtuar mbi ndjenja të grumbulluara, mbi besim të thyer dhe mbi pritshmëri të pambajtura. Ajo tregoi se sa e dhimbshme është kur fjalët vijnë nga d. Primet dhe pamjet e ditëve të fundit në Big Brother Kosova kanë nxjerrë në pa jo vetëm tensione mes banorëve, por edhe përdorimin e një gjuhë jashtëzakonisht fyese dhe degraduese, e cila ka tronditur një pjesë të madhe të publikut. Një nga rastet më të rënda ishte ai i drejtuar ndaj Albës, ku u përdorën ofendime personale, etiketime poshtëruese dhe fjalor i papranueshëm për një transmetim televiziv, deklarata të rënda që lidhen me higjienën personale, jetën private dhe dinjitetin e një gruaje, u artikuluan në mënyrë të drejtpërdrejtë, pa filtër dhe pa ndonjë ndërhyrje të menjëhershme. Këto fjalë nuk ishin thjesht debat apo kritik, por sulm verbal, me qëllim poshtërimi dhe nënçmimi publik. Të përdorësh terma degradues ndaj një gruaje, ta etiketosh dhe ta ekspozosh përmes ofendimeve personale, nuk është lojë, nuk është shaka dhe as pjesë e strategjisë së Big Brother. Është dhunë verbale, e cila lë pasoja psikologjike dhe krijon precedent të rrezikshëm për mënyrën se si komunikimi agresiv normalizohet në ekran. Ajo që e bën situatën edhe më shqetësuese është fakti se këto fjalë u thanë në një format që ndiqet nga të gjitha moshat. Një program i tillë ka ndikim të madh shoqëror dhe çdo fjalë e transmetuar bart përgjegjësi. Kur ofendimet të kësaj natyre kalojnë pa ndëshkim të qartë, mesazhi që përcillet është i gabuar, sikur poshtërimi dhe gjuha e urrëties janë të pranueshme për audiencë. Big Brother Kosova duhet të bëjë dallim të qartë mes debatit të fortë dhe shkeljes së dinjitetit njerëzor. Kritika, mendimi ndryshe dhe konflikti janë pjesë e lojës, por fyerja personale, denigrimi dhe përdorimi i gjuhës së ndyrë nuk duhet të kenë vend në një format televiziv. Ky episod ndaj Albës rikthën në vëmendje një problem më të madh: mungesën e kufive në komunikim dhe tolerimin e dhunës verbale si shoh. Publiku nuk ka nevojë për fyerje për t'u argëtuar, por për përmbajtje që sfidon reflektimin dhe respektin minimal njerëzor. Në fund, Big Brother Kosova duhet të moment i papritur pranë pishinës që ndezi reagime në shtëpinë e Big Brother Kosova. Atmosfera pranë pishinës në shtëpinë e Big Brother Kosova ishte e lehtë dhe e gjallë, siç ndodh shpesh gjatë orëve të ditës kur banorët përpiqen të çlirohen nga tensionet e lojës. Muzika dëgjohej në sfond, dielli ndriçonte oborrin dhe Alba po kërcente pranë pishinës, e qeshur dhe energjike, duke u përpjekur ta shijonte momentin dhe ta kthente atë hapësirë në një vend argëtimi. Në atë çast, situata mori një kthes të papritur. Dolce, e cila ndodhej pranë saj, e shtyu Alben dhe ajo humbi ekuilibrin, duke rënë në pishinë. Gjithçka ndodhi brenda pak sekondash. Aq shpejt sa shumë banorë mbetën të habitur për një moment. Pas rënies në ujë, reagimi i shtëpisë ishte i menjëhershëm. Shumica e banorëve shpërthyen në të qeshura, duke e parë ngjarjen si një moment spontan dhe komik.
Zhurma e të qeshurave përfshiu oborin, ndërsa Alba doli nga pishina e lagur, mes habis, nervozizmit dhe përpjekjes për ta marrë situatën me sportivitet. Ky moment u komentua gjatë mes banorëve. Disa e panë si shaka të tepruar, disa si lojë pa qëllim të keq, ndërsa të tjerë e konsideruan si një veprim që mund të ishte shmangur. Ajo që u vure ishte kontrasti mes të qeshurave të përgjithshme dhe ndjesisë së sikletit që mbeti pezull për disa çaste. Ngjarje të tilla tregojnë se sa lehtë mund të kalojë kufiri mes shakas dhe situatave të pakëndshme në një ambient ku njerëzit jetojnë bashkë 24 orë në ditë. Pishina, që zakonisht është vend relaksi dhe argëtimi, u kthye për pak minuta në qendër të vëmendjes së gjithë shtëpisë. Momenti i Albës që bie në pishinë u bë një nga ato skena që ndahen mes humorit dhe debatit. Për disa, një situatë për të qeshur, për të tjerë, një shembull se si veprimet spontane mund të kenë pasoja dhe të krijojnë tensione të panevojshme. Në Big Brother Kosova, çdo gest, çdo reagim dhe çdo e qeshur analizohet nga banorët dhe publiku njësoj. Dhe ky episod pranë pishinës dëshmoi edhe një herë momentet e frikshme që tronditën Big Brother Kosova. Dhuna nuk është argëtim. Big Brother Kosova, një format që në thelb synon argëtimin, reflektimin social dhe bashkëjetesën mes karaktereve të ndryshme, ka kaluar ditë të jetë shqetësuese në primet e fundit. Ajo që publiku ka parë nuk ka qenë më thjesht debat apo konflikt verbal, por akte të hapura dhune, të papranueshme dhe alarmante, që kanë lënë shije të hidhur tek shikuesit në ditët e fundit. Shtëpia e Big Brother është shndërruar në skenë tensioni ekstrem, ku disa banor kanë kaluar çdo kufi etik dhe njerëzor. Dhuna ndaj Dolces, një nga momentet më të rënda ka qenë dhuna e ushtruar ndaj Dolces, e cila u përball me sulme të ashpra verbale dhe presion psikologjik. Sjellja agresive, toni kërcënues dhe mungesa e respektit krijuan një situatë të rëndë, ku një banore u vu në pozitë të pabarabartë dhe të pambrojtur. Ky lloj presioni nuk mund të justifikohet me lojë apo strategji. Dhuna ndaj Benitës, po aq shqetësuese ishin edhe momentet e dhunës ndaj Benitës, ku konfliktet eskaluan në forma të papranueshme. Debatet u kthyen në fyerje personale, në nënçmime dhe sjellje që synonin ta degradojnë tjetrin si njeri. Këto pamje nuk përçojnë as edukim, as shembull pozitiv për publikun, sidomos për të rinjt që e ndjekin programin. Dhuna ndaj Fjollës. Fjolla gjithashtu u bë objekt i sulmeve të rënda, duke përjetuar situata që të i kalojnë çdo normë të bashkëjetesës. Në vend që konfliktet të menaxhohen me fjalë dhe maturi, ato u shndërruan në shpërthime emocionale agresive, duke e bërë ambientin e shtëpisë toksik dhe të frikshëm. Rasti i Albës, hedhja e ujit në fytyrë. Një nga momentet më të komentuara dhe më tronditëse ishte akti i Albës, e cila i hodhi ujë në fytyrë një banori tjetër. Duhet thënë qartë, nuk i hidhet ujë askujt në fytyrë. Ky është një akt poshtërues, agresiv dhe formë dhune, pavarësisht se nuk lë pasoja fizike të dukshme. Të relativizohet një veprim i tillë është gabim i madh. Sjellja e tillë u perce. Biseda e Albës me Fjollën për Ludon hapi një tjetër dritare mbi marrëdhëniet e ndërlikuara dhe pritshmëritë emocionale brenda shtëpisë së Big Brother Kosova. Me një ton të drejtpërdrejtë dhe pa shumë filtra, Alba u shpreh qartë: Ludo nuk është tipi i mashkullit që ajo pëlqen. Kjo deklaratë nuk erdhi si shpërthim momental, por si përmbledhje e një pakënaqësie që duket se ishte grumbulluar me kohë. Sipas Albës, ajo tërhiqet nga meshkuj që tregojnë vëmendje të vazhdueshme, që rrinë gjithë ditën pas saj, që e bëjnë të ndihet e veçantë dhe prioritet. Në këtë prizëm, Ludo nuk përmbush pritshmëritë e saj. Përkundrazi, ajo e sheh atë si një person që shpërndan vëmendjen kudo, që i pëlqejnë të gjitha gocat e shtëpisë dhe që nuk di të fokusohet te një lidhje apo interes i vetëm. Kjo, për Albën, është vije kuqe. Biseda me Fjollën ishte më shumë se thjesht thashethem. Ishte një rrëfim i sinqert për mënyrën se si Alba e percepton veten dhe çfarë kërkon nga një mashkull. Ajo nuk e fsheu zhgënjimin, por as nuk e dramatizoi situatën. Thjesht vendosi kufijtë e saj. Ajo nuk kërkon një mashkull që flirtin e ka mënyrë jetese, por dikë që investon emocionalisht dhe që tregon për kushtim. Nga ana tjetër, figura e Ludos del sërish në qendër të vëmendjes si një banor që krijon konfuzion në marrëdhënie. Sjellja e tij, e interpretuar nga Alba si interes i shpërndar, e bën të duket si dikush që shijon vëmendjen femërore pa marrë përgjegjësi emocionale. Në një ambient si Big Brother Kosova, ku çdo gjest analizohet dhe çdo fjalë zmadhohet, kjo sjellje natyrisht prodhon keqkuptime dhe pakënaqësi. Fjolla, në rolin e dëgjueses, u shfaq e qetë dhe reflektuese, duke e lënë Albën të shprehej pa e gjykuar.
Këto biseda mes vajzave janë shpesh pasqyrë e ndjenjave reale që nuk dalin në debatet publike. Janë momente ku strategjia lë vend për sinqeritetin dhe ku banorët flasin për atë që vërtet i shqetëson. Situata Alba, Ludo tregon edhe një herë se pritshmëritë në marrëdhënie janë subjektive. Dolce zgjohet me dritën e mëngjesit, një pamje që flet vetë. Dolce zgjohet herët në mëngjes, kur shtëpia është ende e qetë dhe drita e parë e diellit depërton butë përmes dritareve. Është ai moment magjik kur gjithçka duket më e pastër, më e vërtetë, më natyrale. Ajo shfaqet me një pamje fantastike, e relaksuar, e sigurt në veten e saj, me një trup të hijshëm që reflekton harmoni dhe finesë, pa shumë zhurmë. Muzika nis në sfond, tingujt e pavdekshëm të Michael Jackson mbushin hapësirën. Ritmi është i njohur, i butë dhe energjik njëkohësisht. Dolce vazhdon kërcimin e saj sensual nëpër shtëpi, jo për të treguar diçka, por sepse e ndjen muzikën. Sepse e jeton momentin. Çdo lëvizje është spontane, e natyrshme, pas forcim, pa teprime, ka diçka shumë të veçantë në mënyrën se si ajo lëviz, një sharm që nuk mësohet, por buron nga brenda. Nuk ka nevojë për fjalë, sepse trupi dhe energjia e saj flasin mjaftueshëm. Është bukuri e qetë, jo e zhurmshme, është sensualitet i matur, jo provokim, është vetbesim i pastër, jo arrogancë. Dolce duket sikur haron kamerat, shtëpinë, lojën. Për disa minuta, ajo është thjesht vetvetja, një vajzë që nis ditën me muzikë, me ritëm, me pozitivitet. Pikërisht kjo e bën kaq të bukur në sytë e publikut, natyrshmëria. Asgjë nuk duket të shtirur. Asgjë e planifikuar. Kërcimi i saj në mëngjes nuk është thjesht lëvizje, por gjendje shpirtërore. Është një mënyrë për të marrë energji, për të lidhur me veten, për ta nisur ditën me buzëqeshje dhe dritë. Në atë qetësi mëngjesi, Dolce sjell jetë në shtëpi, sjell ngrohtësi dhe një ndjesi pozitive që reflektohet tek kushdo që e sheh, shumë natyrale, shumë e bukur, me shumë sharm. Dolce dëshmon se bukuria më e madhe nuk është vetëm pamja, por mënyra se si e mban veten, si lëviz, si e jeton momentin. Dhe në atë mëngjes, me muzikën e Michael Jackson në sfond, ajo bëhet një pamje që mbetet në mendje, e thjesht, elegante dhe plot jetë. Arditi ka qenë një nga banorët më të drejtë për drejtë dhe më të pakompromis në Big Brother Kosova, por shpërthimi i tij i fundit ndaj banorëve shënoi një pikë kthese në dinamikën e shtëpisë. Me shprehje të forta si s'më ha, s'më plas, s'mani për ju dhe me akuza të drejtë për drejta se ju nuk dini të hapni një temë dhe të flisni me mua, Arditi tregoi hapur lodhjen, zhgënjimin dhe revoltën e tij ndaj mënyrës se si po zhvillohet komunikimi brenda shtëpisë. Ky nuk ishte thjesht një shpërthim nervash, por një reagim i grumbulluar me kohë. Arditi prej ditësh ka dhënë sinjale se nuk ndihet i kuptuar dhe se debatet në shtëpi, sipas tij, janë sipërfaqësore, të përsëritura dhe pa thelb. Ai kërkon përballje mendimesh, argumente, tema reale, ndërsa përballet vazhdimisht me sulme personale, ndërhyrje dhe zhurmë pa përmbajtje. Pikërisht kjo e ka çuar në atë pikë ku fjalët i dolen pa filtr. Shprehjet e tij mund të duken të ashpra dhe jo të këndshme për publikun, por ato pasqyrojnë një gjendje të brendshme. Një njeri që ndihet i izoluar mendërisht mes një grupi që nuk e ndjek ritmin e tij të menduarit. Arditi nuk kërkon patjetër pajtim, por kërkon respekt në debat. Ai dëshiron të flitet ballë për ballë, me argumente, jo me insinuata dhe provokime të zbrazta. Në Big Brother Kosova, presioni është i vazhdueshëm. Kamerat, mungesa e privatësisë dhe përplasjet ditore i çojnë banorët drejt limiteve të tyre emocionale. Arditi arriti pikërisht në këtë limit. Kur ai thotë s'mani për ju, nuk është se nuk I intereson loja apo njerëzit, por se ka humbur durimin për mënyrën se si po trajtohet dhe si po zhvillohen diskutimet. Reagimi I tij gjithashtu nxjerr në pa një problem më të madh brenda shtëpisë, mungesën e dialogut të vërtetë. Shumë debate nisin për zhurmë, për kamera, për protagonizëm dhe jo për të kuptuar tjetrin. Arditi, me gjithë tonin e tij të ashpër, kërkon pikërisht këtë, të hapen tema, të flitet me përmbajtje dhe të mos fshihet gjithçka pas thirrjeve dhe ndërprerjeve. Një moment që ka ngjallur shumë reagime dhe diskutime në Big Brother Kosova ishte fjala e Dajës së kushtrimit, drejtuar Edit. Nuk ishte thjesht një ndërhyrje emocionale, por një mesazh me peshë kulturore dhe morale, I ardhur nga zemra e Dukagjinit, aty ku fjala e burrit ka pasur gjithmonë vlerë dhe përgjegjësi. Mesoja nipit tim fjalët e Dukagjinit. Kjo fjali nuk ishte kërcënim, as sfidë dhe zbrazët. Ishte një thirrje për dinjitet, respekt dhe maturi, për ato vlera që janë rritur brez pas brezi në kullat e burrave, ku fjala nuk hidhej kot dhe ku njeriu përgjigjej për atë që thoshte.
kur daja i kushtrimit përmend kur të jemi në kull të burrave në Dukagjin. Ti thot 2 fjalë burrash, ai po flet për përgjegjësi morale, jo për zhurmë apo konflikt, në një format si Big Brother Kosova, ku emocionet shpesh dalin jashtë kontrollit dhe fjalët thuhen nën presion kamerash. Ky mesazh vjen si një kujtesë e fortë, jo çdo debat fitohet me zë të lartë, por me qëndrim të drejtë. Daja i kushtrimit kërkon që Edi t'i mësoj Nipit të flasë drejt, me peshë dhe me respekt, sepse burnia nuk matet me arogancë, por me karakter. Kullat e Dukagjinit kanë qenë gjithmonë vende ku fjala ka pasur nder. Aty nuk flitej për të poshtëruar tjetrin, por për të sqaruar, për të mbajtur fjalën dhe për të ruajtur nderin. Dhe pikërisht këtë po kërkon edhe Daja, që kushtrimi. Përballë situatave të vështira në shtëpi, të mos humbas vlerat me të cilat është rritur, por t'i mbaj ato si busull. Mesazhi drejtuar Edit nuk është personal, por edukativ. Është një thirrje që prindërit dhe familja të kujtojnë se sjellja e fëmijëve të tyre në publik është pasqyrë e edukimit. Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë, është edhe skenë ku shfaqet formimi i secilit banor. Dhe kur familjarët flasin, ata flasin për vlerat që shkojnë përtej lojës, në një realitet televiziv ku shpesh normalizohet fjalori i ashpër dhe reagimi impulsiv, kjo ndërhyrje vjen si kontrast i fortë. Ajo rikthen në vëmendje rëndësinë e fjalës. Debatet e ashpra ndërmjet Shkurtës dhe Elionës kanë qenë ndër momentet më të tensionuara dhe më të komentuara të Big Brother Kosova. Përballë njëra tjetrës janë 2 karaktere krejt të ndryshme, 2 mënyra të kundërta të menduarit dhe të reaguarit nën presion. Ajo që e bën këtë përplasje edhe më interesante është fakti se Eliona është vetëm 18 vjeçe, por pavarësisht moshës, ajo po tregon një qëndrueshmëri dhe pjekuri që po habit jo vetëm banorët, por edhe publikun. Shkurta përpiqet vazhdimisht të vendos presion, ta provokojë Elionën me tone të larta, me fjalë të drejtë për drejta dhe her pas here edhe me nënkuptime të forta. Në shumë raste, debatet kalojnë kufirin e normales dhe kthehen në përplasje të ashpra verbale. Por ajo që bie në sy është mënyra se si Eliona i përballon këto situata. Ajo nuk thyet, nuk humbet kontrollin dhe nuk bie në lojën e nervozizmit që Shkurta përpiqet të imponojë. Edhe pse vetëm 18 vjeçe, Eliona tregon se mosha nuk është gjithmonë tregues i forcës mendore. Ajo di të mbrojë veten me fjalë të zgjedhura, di kur të flasë dhe kur të heshtë, dhe mbi të gjitha nuk lejon që presioni ta nxjerrë nga vetja. Në një ambient si Big Brother Kosova, ku çdo fjalë analizohet dhe çdo reagim gjykohet, kjo është një aftësi e rrallë, sidomos për dikë kaq të re. Shkurta, nga ana tjetër, shpesh përdor intensitetin dhe dominimin verbal si mënyrë për të marrë e përsi. Por përballë Elionës, kjo strategji nuk po jep gjithmonë rezultatin e dëshiruar. Sa më shumë rritet presioni, aq më shumë Eliona tregon qetësi dhe vetë kontroll. Kjo e bën debatin edhe më të pabarabartë, sepse një person që ruan qetësinë përballë dikujt që kërkon konflikt, në fund del më i fortë. Këto përplasje kanë treguar qartë se Eliona nuk është thjesht një vajzë e re që ka hyrë në shtëpi për eksperiencë. Ajo është një konkurrente që po ndërton profilin e saj përmes qëndrimit të fortë, maturisë dhe respektit ndaj vetes. Edhe kur sulmohet, ajo nuk bie në fyrje, nuk përdor gjuhë të rëndë dhe no. Mbrëmja kur Era Istrefi performoi në Big Brother Kosova ishte padyshim një nga momentet më spektakolare dhe më energjike të këtij edicioni. Shtëpia u transformua plotësisht, dritat, muzika, atmosfera dhe emocionet e banorëve krijuan një festë të vërtetë, ku për disa orë u harruan debatet, tensionet dhe strategjitë e lojës. Ishte një natë ku muzika bashkoi të gjithë. Era Istrefi, me prezencën e saj skenike dhe energjinë karakteristike, elektrizoi ambientin që në momentin e parë. Performanca e saj solli një frym koncerti të vërtetë, duke e kthyer shtëpinë e Big Brother Kosova në një skenë të madhe feste. Banorët u quan në këmbë, kënduan. Duart trokitën dhe u përfshin totalisht në ritmin e muzikës, duke treguar një anë më të lirshme dhe më njerëzore të tyre. Momenti që mori më shumë vëmendje ishte kur lëndrimi ju afrua skenës dhe nisi të kërcej bashkë me Era Istrefin. Kërcimi i tyre ishte i natyrshëm, i lirë dhe plot ritëm, një vallëzim sensual, por artistik, që pasqyronte energjinë e muzikës dhe atmosferën festive të natës. Nuk ishte provokim i sforcuar, por një moment spontan që ndezi sallën dhe bëri që banorët e tjerë të shpërthenin në brohoritje. Ky moment tregoi se Big Brother Kosova nuk është vetëm arenë debatesh dhe përplasjesh, por edhe një hapësirë ku banorët mund të shprehen lirshëm, të argëtohen dhe të lidhen përmes artit dhe muzikës.
Lëndrimi, që shpesh shihet serioz ose i përmbajtur në lojë, u shfaq krejt ndryshe atë mbrëmje, i çliruar, energjik dhe i përfshirë në atmosferën e festës. Ndërsa Era, me profesionalizmin e saj, e menaxhoi skenën me lehtësi, duke e bërë publikun pjesë të performancës. Të gjithë banorët u bashkuan në festë, pa dallime apo ndasi. Për disa çaste, loja u ndal dhe mbeti vetëm momenti. Këngët, vallëzimi dhe buzëqeshjet krijuan një nga ato skena që publiku i mban mend gjatë, sepse janë autentike dhe të sinqerta. Ishte një kujtesë se pas strategjive dhe rivaliteteve, në thelb janë njerëz që kanë nevojë për gëzim dhe çlirim emoci.